ekuipazhin tim që u bë vite që nuk e shoh. Do të nisesh drejt aventurës? Pa vitesh, ti mendon se un jam shumë plak për ta bërë më radialosh? Jo, por as djalë i ri nuk je. Kur ke një ëndër për të ndjekur, nuk ka rëndësi fare mosha. Do të nisem dhe s'dua t'ja di për atë që do të më thonë të tjerët. E kam vendosur dhe nuk kthehem pas. Apo mos ndoshta keni ndonjë gjëkum? Jo. Është një tip vërtet i lezetshëm apo jo es? Ku po shkon? I thash se mund të bëj çfarë të doj me mua, kështu që do ta ndihmoj të mbaroj anien. Por ta dish diçka, se nesër unë do të fitoj. Po për çfarë ka fjalën ai? Në mësyrin vigjilet të Nagorit, jam të punojnë për ndërtimin e anijës. Përgatiten të bëhen pirat të vërtet. Falë ushtrimeve të vazhdueshme fizike dhe stërvicës konstante, si Sapa dhe Raperi fitojnë gjithnjë më shumë forcë në fizik dhe në mendje. Koha kalon shpejt kur je i zënë me punë. Dhe sa hapën bëllësyt, ja ku ka ardhur pranvera e shumë dëshiruar. Përgatitë të mbasë. Jo, të gënjen mendja. Daloni të dy, do të fitoj vet. Pistoleta Gun. Në sul! E qelloi përsëri. Drejqi të mori, Raper, pra ti pas ke bërves. Më vjen shumë keq. Çfarë durimi? A dëgjoni me kujdes, djema. Grin gjigant. E po, me siguri që forca është e domosdoshme që të jesh një kapiten i zoti. Gjithsesi, ka një gjë që është shumë e rëndësishme. Më rëndësishme se forca? Sigurisht, e kam fjalën për... nuk e kujtoj dot më. Në fillim na thua se do e tregoshe, pastaj nuk e thua. O, e harrova, keni durim.